le të flasin të ditën këta, Enver Hoxha shpëtoi Kosovën. Sepse në 5 tetor të vitit 44, Enver Hoxha urdhoi të kalojnë forcat tona për çlirin e Kosovës. Dhe është çliruar Kosova në 16 tetor, 16 nëntor të vitit 1944, një ditë para se çliroi Tirana. U çlirua Kosova nga forcat në 2 divizionet partizane dhe disa forca shqiptare dhe disa reparti të tjera të ushtrisë shqiptare të Jugosllavisë dhe të Kosovës. Pra, dhe neve këtë e kemi Enver Hoxha është tradhtar. Ai çliroi, mendoi vetëm për komik. Çliroi Kosovën para kohë, pse? Se e dinte kartën e Atlantikut. Prandaj Enver Hoxha nuk e miratoi dhe marrëveshjen e Mukjes. Se ata në pikë me vete thanë, të luftojmë deri në bashkim me Kosovën. Mirë, po karta e Atlantikut thoshte nuk do njohim asnjë ndryshim kufish. Këtë kufi e kishte prishur Italia. Kupton? Dhe pra nuk e din se ndoqet një emision kur ishte ftuar një ambasador i rëndësishëm për shqiptarët, siç është zoti Roland Bimo, dhe ai foli për një fakt të pa thënë, le të themi, deri më tani. Ai foli për mosfirmosjen e Hoxhës, Enver Hoxhës në Helsinki, pikërisht për Kosovën, duke lidhur gjithmonë me Kosovën. Po, për 74. Enver Hoxha nuk pranoi të vende në Helsinki, se ishte për të mos ndryshuar kufijt. Dhe prandaj zbajti, jo, ne do të ndryshojmë se kemi çliruar vetë Kosovën, ata kur neve sepse po të ketë çliruar Kosova. Nga forma ushtria e kuqe, jo nga ne, Kosova s'do ekzistonte më. Dhe ndërkohë thoshte gjithashtu shpreh zoti Bimo, Kosova kurrë nuk ka qenë një vend që i përket Serbisë juridikisht, por asnjëherë Perandoria Osmane nuk e lëshoi Kosovën. Shiko. Beogradi u çlirua nga ushtria e kuqe në 20 tetor të vitit 44. Ne e çliruam Kosovën në 16, në 4 ditë përpara, 20 nëntor. Po kuptoni 16 nëntor. Pra, të kishte hyrë ushtria e kuqe deri në Kosovë, nuk do kishte më Kosovë. Pra futja e shqiptarëve shpëtoi Kosovën. Po qëllimisht e bëri simbolikisht. Qëllimisht e bëri se ai sepse ai e dinte kush që karta e Atlantikut. Me atë kartë e Atlantikut e kundërshtoi dhe marrëveshjen e Mukjes. Prandaj e përjashtoi nga partia atë doktorin Dëshicën, i merr Dëshicën, që pse në shkroi atë marrëveshje. Dhe aq më keq që në atë marrëveshje ata kryuan një komitet, dhe këtë komitet von Hasan Dostin, ministrin e drejtësisë qeverisë koalicioniste. Në fakt, e gjithë historia duhet ritreguar nga historianët, duke ndaluar moment me moment, po me një lloj neutraliteti. Pa pasione, pa partjake. Partjake sidomos pa parë. Kjo është shumë e rëndësishme, sepse në atë sistem, që ishte diktaturë e proletariatit, njerëz kanë vuajtur, njerëz... Jo, më si s'kanë vuajtur. Në ta kam kundërshtuar dhe njërë tjetër. Ma ke kundërshtuar, po unë... Dëgjoni. Që kanë vuajtur, se janë dëshmi tani. Jemi i vetmi shtet në Ballkan dhe në Evropë që jemi çliruar vetëm me forcat tona në luftën kundër fashizmit. I vetmi. Jo, po flasë për ndërtimin e... Jo, drejtimin. Jemi i vetmi shtet që kemi pësuar 7.3% të humbjeve të popullsisë. 80.300 shqiptarë të vrarë. Në këta janë bërë 28.000 dëshmorët. Dhe shteti që ka pësuar më shumë humbje në Ballkan është Greqia 6.5%, jo 7.3% sa Shqipëria. Pra, dhe dyta, na 2.650 fshatra, 1.800 fshatra i që rrëfshuar. Po, për fat kemi pasur këtu të ftuar ish partizani, njerëz që kanë dëshmuar luftën dhe kanë treguar, dhe kjo është jam duke thënë që historia duhet treguar pa politizim dhe pa mua më dhëm, po duhet ta them. Kjo është historia. Kjo është një gjë që ne duhet ta mësojmë pak më shumë nga të huajt, këtë largimin. Por ndërkohë, i rikthehemi me njerëz të Bukoshi se kam nevojë të rikthehem. Ju përmendët shumë emra, të cilët historia e ka dënuar në mënyra të ndryshme, po një prej arsyeve është dhe kjo, që shqiptari flet keq për shqiptarin kur është gjallë. Kur ikën, pastaj ne të nderojmë. Vdis pa të dua. Vdis pa të dua. Po gjithsesi, ai sot nuk jeton më, dhe mirë është të themi dy fjalë nga dëshmitarë siç jeni ju. Po pra neve në kërkesën që ishte bërë nga shtabi i përgjithshëm, nga që antarët të tij dhe të NPK-s që ishin në Gjermani dhe në Tiranë, i kërkuan, sepse qeveria e Bukoshit erdhi, Ministria e Mbrojtjes e Bukoshit, e kryer nga Bukoshi,
erdhi në Tiranë. Dhe këta i kërkuan ndihmë dhe ai dha Ahmeti, si ka kryeministri, ministri mbrojtjes i Kosovës. Kryeministri Ahmet Krasniqi, edhe ai dha 20 milion. Mori këtë edhe në fondi kësaj i dha 20 milion marka ushtrisë shqiptare të Kosovës. Mirë po, mos harrojmë një gjë. Pse nuk u afruan kur Bukoshin më pas, nuk e vënë asnjë pozicion, nuk e mbajtën larg? Sepse dhe ata patën luftë me zvetit e LDK-ja. Këta u prish me Rugovën shumë herët. Për ato çështjet e vogla meskinjet në shqiptarëve. E tham dhe në fillim. Neve duhet të kemi një mallkim hyjnor që neve kaq shumë e urojmë njëri tjetrin. Nuk ka si shpjegohet. Ja, pse këto data që përmendim neve, pse mos të fesohen? Pse? Sepse isha unë ai që drejtova atë luftë, edhe s'duhet të vjetë sepse e krejnë ati. Tjetër, si ishte mundur që mblidhet Parlamenti i Kosovës dhe miratojnë gjykatën speciale dhe u thoshte Hashim Thaçi, kush nuk e nënshkruan këtë ligj, neve e do e shpallim armiqtë të Kosovës. Që ajo akuza është, Ushtria Shqiptare e Kosovës ka qenë një organizat terroristësh. Dhe ti e miraton këtë gjykatë, dhe tani po e vuan. Biles, ku ka qenë mirë ata gabuan. Po gjykata kushtetuese e Kosovës ç'bëri? Me tha, nuk u tha ç'bëni? Gjithë këta juristë. Si s'reagoi njeri? Pra, ne kënaqemi që të dënojnë këtia. Dhe prandaj atë duan që qëllimi cili ishte kësaj gjykate, që e kanë kuptuar me vonesë këta që kanë vajtë atje. Qëllimi cili është që është lufta shqiptare e Kosovës dhe që është luftë civile. Dhe duke qenë luftë civile, ti kthehet Kosova prapë Serbisë. Ky është kryesorja e kryesorëve të hapjes asaj gjykate. E bën vetë shqiptar. Sepse bën dhe I bëjmë për këtë arsye, për një natë si me vjere, do shkoj të flej me Mullixhin. Kjo është më shumë përfaqësuese për ne, po uroj që brezat e rinj të rritura në kohë të tjera, në kohë të inteligjencës artificiale, të mund të shpëtojnë çka kemi unike, dhe unike ne nuk kemi inatin për ndaj vllajt, ne kemi besën ndaj mikut. Kështu që le ta trajtojmë. Ne kemi besën edhe ndaj njëri tjetrit, ne kemi pas besën. Le të rikthehemi disa gjërave që jemi vetëm një popull që kemi histori kuvëndesh. Pa. Në çdo fshat, beslidhje. Jo, në çdo fshat bëj kuvendi fshatit për të marrë çdo vendim. Edhe për të ndarë një çift, do mlidhesh kuvendi pleqe. Jemi në vende kuvendesh, pavarësisht se na ka vjedhur Greqia këtu. Po kuvendet janë të ilirëve, janë të shqiptarëve. Po ta vjedhin kur nuk e ruan. Po gjithsesi kam përshtypjen na kanë ardhur mend, kemi filluar po e ruajmë atë që prandaj u themi ikni tash për botë. Nuk po i themi ikni në botë, po i themi ktheuni nga bota. Si do kthehet ai, ku do punoj? Tani kjo është një temë vete që do zgjasi gjithë emisionin, kështu që unë them një herë tjetër, po që po ju themi ktheumi shqiptarëve, po i themi, kjo është e vërtet. Unë kam një video, të lutem ma trego, sepse ne jemi në një ditë historike sot, ma nxirr regjia. Në një ditë historike që shumë kush mund të ndalonte dhe të mendonte për historinë e vet. Ndërkohë, çfarë po ndodh në Shqipëri në datën 10? Apo flet dikush për çlirimin e Kosovës në këto momente, apo flet dikush për Fanolin, Revolucionin Demokratik, apo flet dikush për beslidhjen e Prizrenit, apo ma jep videon të shohim për çfarë po flasin sot. Paraqitje ku vetëm firmos para agentëve të Byros Kombëtare të Hetimit, kjo është çështje e cila është regjistruar nga prokurori i SPAK-it, që protestojnë nga ndaljet e shikon edhe disa pançasta. Keni një koment? Paraqitur nga disa qytetarë, të cilët protestojnë pranë SPAK-it. Nuk kam. Kjo ishte. Ja për çfarë po flitet sot në Shqipëri. Ky është lajmi kryesor. Berisha në SPAK. Berisha në SPAK. Kjo është fatkeqësi kombëtare. Sepse është ajo që thash. Mesatarisht ky Instituti Statistikave joni ka dhënë një herë një shifër. Mesatarisht 38 shqiptarë në ditë kërkojnë largim. 38 shqiptarë në ditë kërkojnë
Azil politik. Azil politik azil. kërkon njeri, se s'ta jep njeri dhe duash. Emigracion, që kjo, pra, për të ikur. Pra, nuk bëhet Shqipëria duke ikë shqiptar. Nuk bëhet Shqipëria me konferenca. Ku është ekonomia? Ku janë hekurudhët? Ku është transporti kurudhor, që kushton me lirë? Po vjen. Se i prishin? Po vjen, pse u prish? Po pse si ndërtojnë? Pse si nxorën para përgjegjësisë këta që i prishin gjithë këtë ekonomi? Kjo është një pyetje e drejtë. Pse nuk i nxorën para përgjegjësisë, ata që e prishën? Po na thanë që do i çojnë për skrap se nuk na duan. Se na mbron ato. Na mbron ato. Po si do na mbrojnë ato? Ja, nesër se një dy thonë Rusia do sulmoj Në Evropë. këtë 5 vjeçar, thonë do sulmoj. Dhe ne kemi folur bashkë ca emisione të shkuara pikërisht për këtë fakt, për sulmin, kur askush se përmendte dhe e quante shaka e madhe. Ju keni folur për këtë dhe keni thënë që po. Zelenski thashë është tradhtari i popullit të tij. Nëse atë ta shohim në fund. Po. Por ju keni thënë që po mund të sulmoj dhe ti s'ke çfarë bën fare se NATO nuk është aty kur ty të vjen një raketë dhe të. Po ne s'kemi se ne duhet të ruajmë, ne duhet të ruajmë neutralitetin. Se më befasemi, kam debatuar me disa shok të miq të mi në Kosovë, morë zotërin. Ç'kini që barazoni Rusin me Serbin. Nesër Rusia, në qoftë se vetë do vej problemi në OKB për të njëjtën Kosovën, me këtë që bën juve, përdor në vetëm thotë s'jam dakord. Ç'fituat? Ruani me neutralitetin. Një ditë Ukraina, për stërvisnin dhe ushtarët e Ukrainës, stërvisnin dhe mburin e një stërvisni, kur Ukraina pati një kompani me ushtarë erdhi kundër ÇK-s në përkrah të Serbisë, i dha Maqedonisë 30 helikopterë luftare kundër ushtrisë shqiptare kombëtare, dhe thoni Ukraina, dhe i thash njerit, marrë si shpjegohet që edhe Rusia, edhe Serbia, Rusia e shpalli armik në saj. Tani dhe ju dhe Serbia keni armik të përbashkët Rusin. Ndërkohë, diçka tjetër po ndodh që është e rëndësishme. Gjermania ka ndryshuar drejtim, edhe në një farë mënyre po rikthen vëmendjen ndaj bunkerëve, po vë fonda për pastrimin e tyre. E ka në retorik politike, për të qëndruar në pushtet. Se ai kancel çfarë atë. Merci është gjyshi i tij që është një nga nazistët më të egër që ka pas kohën e Stalin, e kohën e Hitlerit. Dhe prandaj tani ai e mori pushtetin, nuk e mori pushtetin. Po pra, e kishte gjyshin, ai fitoi. Ai e drejton Gjermaninë dhe nuk po flet vetëm ai për luftë, po flet NATO. Të doli NATO thotë to 5 vjet do sulmohemi. NATO, jo NATO, Evropa, se Amerika jo. Prandaj jo qëllimi. NATO është Europa apo Amerika deri tani? Jo, është Amerika. NATO është Amerika. Sepse NATO-ja nuk grumullon nuk bën dot 50.000 ushtarë. Ti mbledhni tash ti dërgoj. Absolutisht. Kërkon ndihmën e Amerikës. Tani që mbledhën ministrat e mbrojtjes të gjithë vendeve, të 51 vendeve, që mbështesin Ukrainën, nuk vajti ministri i mbrojtjes i Amerikës. U tha, juve e bët, ju mbajnë. Prandaj Trumpi i tha atij Zelenskit, shiko se s'do ketë më ndaloj luftën se s'do ketë më Ukrainë. Në vitin 1999, në një ditë si kjo, 10 qershor, po kaq nxehtë, besoj ditë nxehtë si sot ishte? Të kujtohet në një gjë, apo jo, vetëm entuziazmi dhe e nxenin ato armët. Isha në Kosovë dhe në Kosovë nuk ishte vend mesdhetar. Po, kështu që ishte drenit. Është vend tropikal. Kështu që ishte tjetër kohë. Po në një mot të ndryshëm, në një vend të ngjashëm, në vitin 2025, ndërkaq, jemi duke folur përsëri për luftën, për atë luftë që atë ditë ju thatë që mbaroi për gjithmonë. Mbaroi për gjithmonë, por duhet ta çojmë deri në fund. Cili është fundi? Bashkimi. Të thash dhe njëherë, Albrighti vuri pikë me vete, të bëhet 3 vjet pas si të miratohet, pas miratimit kësaj marrëveshje, të bëhet referendum për të vendosur Kosova, dhe neve bëjmë tradhti kombëtare. Juve mos u vjen mbar kur thon fjala tradhti, por derisa nuk zbatohet dhe vjen presidenti Bushi e thotë, unë sot njoh Kosovën, në ç'bëni juve? Dhe në televizion vendit, pra, vurë çdo lloj emri, po unë emër shqiptarizmi nuk u vëda. Se të ka thënë, i më i madh i njerëzimit, bëj referendumin ti. Do bashkohu. Ne s'duam bashkohemi. Pse? Se ne shqiptarët bëjmë secili të pashan në fshatin e tij.
Dhe ata që na kanë bashkuar, ata i urrejmë, ata shajmë më shumë, ata që na kanë bashkuar. Pra ne të mirë se duam të ligu. Kjo është fatkeqësi kombëtare.